Në kontinentin ku lindi ideja e paqes pas luftës së dytë botërore, po flitet sërish për luftë. Bashkimi Evropian është përballë një realiteti të ri. Rusia po rrit ndikimin dhe agresionin e saj në lindje, ndërsa SBA dhe Kina po përballen me dominim global. Lufta në Ukrainë ka treguar se historia mund të përsëritet dhe siguria e Evropës nuk është më e garantuar. Dhe sot, për herë të parë pas dekadash, Bruseli flet hapur. Evropa ka vetëm 5 vite kohë për të përgatitur për luftë. Dhe ky nuk është thjesht një paralajmërim politik, por është një realitet strategjik. Të gjithë në Bashkimin Evropian janë të shqetësuar nga synimet e Rusisë për të sulmuar disa shtete në lindjen e Europës. Lufta Ukrainës ka ngritur alarmin se oreksi rus sa vjen rritet në një botë që po bëhet tripolare: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusi dhe Kinë. Strategët e luftës, sidomos britanikët, kanë paralajmëruar se për herë më shumë po shkohet drejt një SBA-je më të ftohtë me Europën dhe një Rusie që nuk ndalet në zgjerimet e dikushme, e po ashtu dhe një Kinë në ekspansion ekonomik dhe ushtarak, e ku qëllimi numër 1 i Pekinit mbetet pushtimi i ishullit të Tajvanit. Por Tajvani ka një vendim të Kongresit Amerikan se në rast se Tajvani sulmohet, ushtria amerikane futet në luftë. Lufta për Tajvanin do të sjellë angazhim të Shteteve të Bashkuara në Azinë e Largët. Sipas dokumentit të paraqitur nga Komisioni Evropian, Evropa ka hyrë në një fazë të re përgatitje ushtarake. Plani i quajtur urdhërrëfyes i gatishmërisë së mbrojtjes përcakton objektiva të qarta deri në vitin 2030, ngritjen e një mburoje ajrore të përbashkët dhe një mur evropian kundër dronëve, një observator lindor për monitorimin e kufive me Rusinë dhe një mburoje hapësinore që mbron infrastrukturën satelitore. Për herë të parë, Bashkimi Evropian do të investojë deri në 800 miliardë euro në mbrojtje përmes programit të përbashkët të prodhimit dhe teknologjisë. Synimi është që deri në vitin 2070, 40% e blerjeve ushtarake të bëhen të përbashkëta nga shtetet anëtare, një shifër që pritet të arrijë deri në 60% në vitin 2030. Komisioni kërkon gjithashtu integrimin e industrisë ukrainase në tregun e përbashkët të mbrojtjes dhe krijimin e një zone të unifikuar mobiliteti ushtarak në të gjithë territorin evropian. Plani zyrtar i veprimit u prezantua të mërkurë më 15 tetor gjatë takimit të ministrave evropian të mbrojtjes dhe pritet të diskutohet në kuadrin e Këshillit Evropian të javës së ardhshme. Komisioni vendosi një objektiv që 40% e blerjeve të pajisjeve të bëhen bashkërisht deri në vitin 2027 dhe me këtë tregues që rritet në 55% në vitin 2028 dhe 60% në vitin 2030, u jep përparësi kompanive europiane dhe atyre të Ukrainës. Por çfarë përfshin plani? Urdhërrëfyesi i gatishmërisë së mbrojtjes, siç është paraqitur nga Politico, identifikon 9 fusha kritike në të cilën duhet të forcohet aftësia e Bashkimit Evropian: mbrojtja ajrore, mbrojtja raketore, lëvizmëria ushtarake, artilleria, municionet, inteligjencë artificiale dhe mbrojtja kibernetike, dronët dhe antidronët, operacionet toksore dhe detare, si dhe mbështetja logjistike. E për zbatim, Komisioni synon të shfrytëzojë Programin Evropian të Industrisë së Mbrojtjes për të arritur prodhimin dhe prokurimin e përbashkët, ndërkohë që kërkon që shtetet anëtare të fillojnë të përdorin kredit safe prej 150 miliardë eurosh që nga 3 mujori i parë i vitit 2026. 4 janë veprat emblematike: vëzhgimi i krahut lindor, muri evropian kundër dronëve, mbroja ajrore europiane, mbroja hapësinore europiane e mbrojtjes, iniciativa dhe piketa të tjera. Mbështetja për Ukrainën, një strategji për sipërmarrjet e përbashkëta dhe integrimi i industrisë ukrainase në tregun e vetëm deri në vitin 2026. Sigurimi i lëndëve të para për industrinë e mbrojtjes bazuar në analizat e riskut. Aleanca të reja teknologjike për të lidhur kompanitë kryesisht me shtetet anëtare. Hartimi i rrezikut të zinxhirit të furnizimit nga Komisioni. Hartimi dhe rritje kapacitetit të prodhimit për të siguruar furnizim të mjaftueshëm nga viti i ardhshëm. Promovimi i një tregu të vetëm për pajisjet e mbrojtjes së nivelit të Bashkimit Evropian me vlerësimin e kontratave publike. E po ashtu krijimi një zone europiane të mobilitetit ushtarak, përditësimi i kuadrit të konkurrencës dhe ndihmës shtetërore për të rritur bashkëpunimin në sektorin e mbrojtjes. Duke filluar nga Gjermania, vëren se objektivi kryesor duhet të jetë përgatitje e kushteve që shtetet anëtare të përmbushin objektivat kombëtare dhe ndërkombëtare të aftësive. Suedia kërkon tregues të orientuar drejt rezultateve që matin performancën e prekshme në vend të përdorimit të mjeteve specifike, siç është prokurimi i përbashkët. E së fundmi, parashikohet mbikëqyrje e re përmes një raporti vjetor të gatishmërisë së mbrojtjes, i cili do të vlerësojë procesin nga shteti anëtar. Pra me pak fjalë, vendet e Bashkimit Evropian kanë 5 vite kohë për të përgatitur për luftë, dhe mbi 800 miliardë euro jepen për armatosje vetëm kundër Rusisë. Pas dekadash paqe,
Europa po përballet me pyetjen më të vështirë që prej vitit 1945. A është e gatshme të mbrojë veten? Lufta në Ukrainë nuk është vetëm një konflikt rajonal. Ajo është një sinjal për ndërtimin e ekuilibrave global. Ndërsa Rusia kërkon të rikthejë ndikimin e dikurshëm, Kina po projekton fuqinë e saj në Azi dhe në Mëngjer, ndërsa SBA përballet me sfida të reja strategjike, Evropa po detyrohet të marrë fatin e saj në duart e veta. Kjo është një periudhë që do të përcaktojë brezat e ardhshëm, jo vetëm në aspektin ushtarak, por dhe atë moral dhe atë politik. Një botë e re po formohet, dhe Evropa mund të vendosë nëse do të jetë spektatore apo aktore. Editoriali Koha Jon.